nëse ty të ndal një shajt me dikujt, nëse ty të ndal një ofendim me dikujt, nëse ty të ndal një etiketë që ta nxjet dikush, atëherë ti s'e ke kuptuar, ose një shqetësim, atëherë ti nuk e kuptu drejt thirrjen e Nuhit alayhis salam, që është realisht edhe thirrje për neve. Plotësimi, çdo pejgamber ka plotësuar fen Allahu azza wa jall deri ditën e fundit, deri ditën e fundit pejgamberit alayhis salam, vulës profecisë. Domethënë, nuk li pëlqen ti ndalesë që dikush nëse të etiketon, ose dikush të shan, ose dikush ta jep një paragjykim për ty, edhe ti me qenë ajo demotivim për ty për mundal. S'guxon asnjëherë mundal. Do të thonë kjo është ajo si ngjarje që ai edhe u rrihte, edhe s'u ndalte, edhe i humbte ndjenjat, apo u zgjonte, apo të tjerë të në vazhdimsi. Për ta vazhduar këtë vazhdën e shembujve, do të thonë titës Nuhit alayhis salam, e kemi pjesën që e ka ndërtu anijen. Këtu shi edhe kur e kam ligjëru të shoqata elita, shikoj çfarë bindje ndërton në një vend kur s'ka as kundras lumen, po, urna, se false. Do të thonë Nuhi alayhis salam i vjen urdhri prej Allahut azza wa jall që me ndërtu anijen. Anijet realisht ndërtohen diku rreth detrave, rreth vendit ku ka ujë. Edhe në këtë moment Nuhi alayhis salam fillon ta ndërtojë anijen mes shkretirës. Këtu janë dy pika që dalin pa. E para, populli vet i thotë, ai çmendurie që këtu as ujë nuk ka, as kur gjë ti po ndërton anije, edhe e dyta është për ta ndërtuar një anije, ty dohen ndro. Edhe Nuhi alayhis salam ne e dim shumë qartë që në shkretir nuk ka ndryshim. Do të thonë është kit gurzi. Cila ishte metoda e Nuhit alayhis salam për ta ndërtuar një anije? Nuhi alayhis salam i mençur edhe i përzgjedhur i Zotit, edhe realisht ka pasur shpallje prej Zotit që merr dhe mbill, do të thonë mbjelli pemt, le të rritën, edhe ti prej, pastaj ndërtoi bëj anije. Do të thonë vazhdimisht këtë e ka bëu. Disa transmetues, edhe pse nuk ka informacion të saktë për sa vite është ndërtuar anija, disa thonë që për 300 vite është ndërtuar anija. Do të thonë kohë gjatë në vazhdimsi. Masi ndërton anijen Nuhi alayhis salam, fillojnë talljet. Sikur që dikush kur thirr dinin e Allahut, thirr bamirësi, thirr paqen, humanizëm, që dikush ndoshta nuk e percepton me trunin e vet, edhe realisht e fillon tallje. Mënyra më e lehtë për ta diskredituar dikan, fillon tallu, edhe bën hajgare. Podcasta. Këtë dynja ka podcast. Ligjërata apo këtë dynja e ligjeron. Do të thonë, ti nuk je më i mëshmi dynjas me na treguar neve dinin. Pse me shiku ti kur ka 100 tjera. 100 hoxhallar në kinë. Pse më shiku ato 100 kur jena ne. Se marr në xhami kur këtë kina në YouTube. Pse më u lodh. Realisht kjo, do të thonë, nuk e kupton atë pjesën shpirtërore, edhe tash ndodh që Nuhi alayhis salam bën dorem edhe i thirr vazhdimsin, nuk e dëshpëron tallje atyve, nuk e dëshpëron akuzë atyve. Edhe vjen situata që çuçi e dim në ajetet kuranore, ku ndodh ai vërshimi i madh, ndodh ai mbulimi i atij vendit me ujë të madh, kur djali vet ik lart. Mund do të ngjitem në kodër, do të mbrojë nga uji. Edhe në moment si kthehet Nuhi alayhis salam, ja bunay rkib ma'na, do të thonë o birim, hyp me neve. Edhe kur e mendon këtë pjesën shej, realisht logjika e birit Nuhit alayhis salam ka qenë që ndoshta nuk e mri në majën. Ndoshta Zoti ka më mbetur në lart. Edhe kalon ujë disa ditë edhe unë zbres poshtë. Po Nuhi alayhis salam thotë, "O hyp me neve." Se nuk është poenta vetëm se ty ka më të mbit ujë. Po fala takun min al-kafirin, do të thonë ti mos u bën prej çafirave, prej femohuzve, prej atyre që nuk e besojnë dinin e Allahut. Po që dyshon në fuqinë e Allahut, ajo është faktikisht mohuesi i Zotit. Realisht. Edhe tash, në moment ne mujmë me kuptu, për shembull, vërshimet e mëdhoja, edhe ato përmbysjet e mëdhoja, edhe çka mujmë me nxjerr për shembull ne si pika që mujmë me patën sot për mua dhe për ty, edhe për teleshikues ton, çka është sot vërshimi edhe çka është sot anija. Vërshimi, do të thonë ti mos prit që ka marrë sin kohën e Nuhit alayhis salam. E tash ndodh situata që ne ta kuptojmë më drejt këtë anijen e Nuhit alayhis salam, ta kuptojmë vërshimin e Nuhit. Vërshim nuk është vetëm që ty me të mbulu uji. Vërshim i Nuhit alayhis salam, popullit Nuhit nuk ka qenë vetëm ty me të mbulu me ardh një det Zoti me ta pru që ndoshta në shtetin tanë dhe vendin tanë s'ka det. Vërshim për ty është kur ti noton definitivisht në lumin edhe në detin e mëkateve. Do thonë për mu, edhe për ty, edhe për çdo njërin prej besimtarëve, do thonë nëse mendon që vazhdon edhe i je mëkatar aktiv, edhe nuk i bindesh urdhrave të Zotit, edhe nuk i bindesh fjalëve të pejgamberit alayhis salam, nuk i bindesh atyve obligimeve që ti ki borxh me realizu. Do thonë, ne nuk i kena vetëm obligim, se ka dallim ti se obligim dhe ka dallim ti se borxh. Unë të marr ty pare,
edhe kam borxh me ta kthy. Zoti ta ka dhënë ty shpirtin ton, ta ka dhënë trupin ton, ta ka dhënë ajrin ton, ta ka dhënë çdo sen që e ke ti, këto janë kit dhurata që ti ka dhënë Zoti. E tash ti e ke borxh me veprat e tua, fjalët e tua, bindjen tonë me aktin e Zotit. Tash kjo është vërshimi, po ania është. Nëse e shën ndonjëherë, edhe ndalesh e mendon ma drejt anijen e Nuhit alayhis salam, për neve çka është ania sot? Do thonë ania e Nuhit, çka simbolizon? Unë mendoj që ania e Nuhit alayhis salam është realizimi i urdhrave të Zotit, jo vetëm sa më thon e realizova, po për pikmëri. E dyta është praktikimi i sunetit pejgamberit alayhis salam pavarësisht akuzave që mund me t'i bëjë tjerë. E treta është respektimi i kombit tan edhe respektimi i asaj çështjes që nuk kundërshtohet me fejen tënde. E pesta, e katërta, edukimi i jot qoftë në baza familjare, që urdhëron feja e Zotit, apo qoftë në baza arsimore, që janë karikula shtetërore në Ministrinë e Arsimit që çdo shtet e ka caktuar në jetën e vet. Do të thonë kur e sheti anijen e shpëtimit, se për shembull nëse ndalim edhe kuptojmë tash më drejt. Un jam bab, edhe ti je bab. Unë kam fëmijë, edhe ti ke fëmijë. Edhe unë, edhe ti, fëmijën tonë e dojmë mas shumë t'i prekejtve. Edhe kur ndalesh ta shikoj që një fëmija jot nuk të bindë ty. Është shumë ndjenje keqe për babën që fëmija mos m'ju bind prindit. Normal, kur ti e thret fëmijën tanë për me ardhë mi zbatu urdhrat e Zotit edhe mi largu për aty e veprave që lagret. Realisht me shpërtu nga vërshimi që mundet me kaplu në tardhmën e afër që e kemi çdo ditë që e hajmë tardhmën tonë. Edhe tash, kur baba dhe nana e edukojnë fëmijën, edhe ai nuk e merr edukimin, për ty ja lip me qenë ki sinjal që mund dal apo sinjal me vazhdu. Nëse kupton si sinjal që ndalësh, sikur Nuhi alayhis salam që non stop e ka thirrë fëmijën e vet, nuk ka qenë kjo fjalia e vetme që i ka thonë hajde me neve, po në vazhdimsi e ka thirrë fëmijën e vet derisa mo erdhi urdhri i Zotit për munda. E jo nash me kuptu, fëmijën tan për ta eduku çdo ditë, ama çdo moment ti lip me thirrë fëmijën tan drejt edukatës, drejt moralit, drejt mirësjelljes, drejt sjelljes, domethënë drejt shembulltyrës që lip me qenë fëmia jot shembulltyr. Po nëse nuk ndëgjon, çka më bë? Pela punën pela edukimin karshi fëmijësa, po dështon mision. Nuhi alayhis salam li më qenë për ty shembulltyr që ti mos me dështu asnjëherë në misionin që e kije për fëmijët e tu, edhe vazhdimisht e thirr fëmijën tan deri në momentin shehi, do të thonë deri në momentin që Allahu azza wa jall ty të ka dhënë frymë. Deri në momentin që ti ke më dorëzu emanetin tek Allahu azza wa jall, ti lip me thirr në edukimin e fëmijës tan. Do thonë kjo lip me qenë ajo ania që ne lip me kuptu vazhdimisht Nuhit alayhis salam, e vërshimi është ajo mosbindja ndaj urdhrave të Allahut edhe të pejgamberit alayhis salam.